Fitore ju është si e Piros, do me thënë më shumë humbje se fitore. Pse? Unë nuk e kam quajtur në asnjë nga daljet e mia, edhe pse pjesë e kolegëve të mi synojnë... Në një sistem normal, sa merrni ju si deputet? Me kaq vota? Votat që janë marrë, është shumë e thjeshtë, merret numri i votuesve përpjesëtuar me 140 mandate dhe del numri i votave për mandat. Ne do duhet kishim 6 mandate. Pastaj varet nga pragu, ka vende që kanë 3%, edhe ne i merrim 6 mandate. Ka vende që kanë 5%, me votat që kemi marrë nuk e kalonim shumë. Po nëse do të qek kombëtar, ne do ta kalonim. Pragu ishte në vendet që kanë banor shumë, si Tirana, apo jo? Varet. Ka republika që e kanë me prag të ndryshëm. Po në momentin që do të qep proporcional kombëtar, shumë njerëz cilët ndoshta votën nuk e kanë dhënë se kanë menduar, nuk do na përkthehet në rezultat, do ta jepnin. Dhe kjo është qasje e gabuar me thënë drejtën. Dhe ndonjë që mendon që ato votat nuk janë përkthyer në mandate, se normalisht aty janë vota për 67 mandate. Partia Socialiste në qarkun e Vlorës me 64.500 vota, e dini ju që ka marrë 9 mandate. 9. Kush? 9, PS-ja. PS-ja. Po. Ne me 64.000... Ne kanë ndërtuar për veten. E 268 kemi marrë 1, dhe ka dhe një gjë këtu i nderuar. Ne nuk kemi vetëm 64.268 vota, jo. Ne kemi dhe mbi 15.000 vota që këta na i kanë shpallur të pavlefshme. Jemi partia me më shumë vota të pavlefshme në këto zgjedhje. E dini pse? Se kur shkonte Partia Socialiste në terren dhe takonte njerëz në Mirdit që e kishin ndarë mendjen që do votonin General Det Prengën, i thoshin, mirë, votoj General Det Prengën, po si parti voto Partinë Socialiste numrin 5. Dhe ka General Det Prenga në Mirdit qindra votat të cilat janë djegur për shkak të kësaj formule. Dhe në gjithë Shqipërinë ne kemi mbi 15.000 vota që janë vullnete qytetarësh të cilat janë djegë për shkak se këta kanë bërë këtë trik. Pra në total janë rreth 80.000 vullnete. Votoni Lapajn, por jo... Votoni kandidatin e Lapajt, po jo partinë. Partinë e japnin ne PS-s. Dhe janë mbi 15.000 vota. Po këtu digjej, po populli se mori vesh këtë gjë. Po një pjesë... Që mua më kujtohet që edhe unë e kam recituar disa herë këtu si reklam. Tani janë mbi 80.000 qytetarë që kanë shprehur vullnetin krahnesh. Po janë 80.000 njerëz të lirë, janë 80.000 njerëz që nuk e kanë shit votën, janë 80.000 njerëz që nuk janë tunduar për një vend pune, për një legalizim. Janë 80.000 njerëz që kanë kërkuar ndryshimin, nuk janë pak, e disa janë 80.000 njerëz. Janë... ishit të ndeshja me Serbinë. Nuk po them jo pra jo. Janë 4 stadiume. Tani... Ne vetëm vot, të lutem, ne vetëm vot që na është certifikuar si e vlefshme, kemi 3 stadiume sa ai Robenia, plot me njerëz. Imagjino çdo gjë ato që janë pa vlefshme. Okej. Se mos e bëjmë me mua tani. Jo, demagogun. Shiko, po të më pyesësh, a është fitore? Unë them jo. Jo. Kjo është humbje për mua. Jo, s'është fitore. Sepse fitore do të qetë çanim sistemin 300.000 votat që thash unë ose 200.000, se e çaje me 200.000. A është fitore? Jo. Po nga ana tjetër, po të flasim politikisht, ky është rezultati më i madh që ka marrë një forcë antisistem kur ka hyrë për herë të parë në zgjedhje në gjithë tranzicionin shqiptar. Të pas ndryshimeve kushtetuese të 2008. Para unë nuk e njoh me themele që... Po, Ilir Meta ka hyrë prapë fort. Jo, antisistem, thash. Ilir Meta ishte zoti Meta... Antisistem, hyri dhe ai. Jo. Se kushtetuta vit 2008 bëri një goditje fatale për partitë e tjera për të qëndruar 2 partitë. O qëndroj ose qëndroj. Por nuk janë antisistem. Dhe këtu e engrim shumë demokratët. Nuk që antisistem, zoti Meta vinte si ish kryeministri i vendit. Tani, ju, zoti Lapaj, vazhdimisht thoni që unë isha një njeri që u luftova shumë. Kush ju luftoj dhe pse? Po, këtë më shumë se e them unë e thonë të gjithë ata që merren me përditshmëri. Domethënë, njeriu më i sulmuar në 6 muajt e fundit në Shqipëri kam qenë unë, praktikisht. Jo, shumë njerëz thonë që ju jeni sulmuar. Demokratët thonë që ju jeni agenti i Edi Ramës. Këta të Edi Ramës mendojnë që ti je i Sali Berishës. Unë nuk po të bëj këtë lloj pyetje. Sa të tjerë të rinj mendonin që isha i krimit, të rinj. Po. Tu mund të dëgjosh çfarë duhet. Sa të tjerë të Sorosit? Dëgjon çfarë duhet. Soros, po edhe Soros ishte. Po i ngresh Soros këtë ka ngrirë. Tani unë po ju pyes ju, kush ju dëmtoi domethënë në këtë? Shiko, dëmtoj. Për sa kohë populata bombardohet nga çdo anë
me qasje të cilat shkojnë kundër një personi, dhe nga ana tjetër personit në fjalë i mbyllen të gjitha hapësirat, le ta pranojmë, unë kam qenë një nga njerëzit me më shumë kohë televizive në Shqipëri në 5 vitet e fundit. Ndërkohë që në 8 muajt e fundit, unë kam qenë njeriu edhe ky është fakt, le dalin të thonë ç'të duan, merri me orë televizive, shikoj. Domethënë nga një moment ti e bllokon, nga ana tjetër e sulmon, sigurisht që këto krijojnë ato efektet e veta. Gjithsesi, ajo që ka ndodhur është që në garë ishin 53 parti politike. Ne si koalicion kemi dalë të tretët. Përtej çdo sulmi, përtej çdo intrige, përtej çdo shpifje, përtej çdo balte, qytetarët na kanë dhënë vendin e tretë në garë. A është ai që doja? A është ai që donim? Referuar pozicionit, nuk është keq. Referuar numrit të votave, unë mendoj që jo. Ta thash edhe një herë. Nuk duhet të binim kurrë në 200.000 vota, sepse unë besoj fort që ishte momenti për ta qarë sistemin në mënyrë shëmbullore. Por, kjo është rrugë e gjatë, fatmirësisht, unë jam shumë i ri, ne në ekip jemi shumë të rinj, unë sot bëj 37 vjeç, që do të thotë... Sot i ke? Sot, tani. Urime, Faleminderit. Edhe 100 tuet, po do 100 vetëm. Po, që do... Janë shumë 100 do të në... Gazetare jonë këtu një kolegja ime, kishte... Si shaka po e vërtet. Po. E të shkronte dikush, një femër, dikuj tjetër, një gërzonja tjetër. Dhe i thosh u bësh 100. Dhe ajo ishte trishtuar shumë, kur i thosh u bësh 100. Dhe pse i the? Sepse ishte 99. Dhe ajo shkret donte më shumë. Nëse edhe 100 atëre. Faleminderit. Po thosha që politika është maraton, nuk është një garë. Jo, nuk kam dyshime që ti do vijosh e gjitha, po të ndalojmë këtu. Është një moment shumë i rëndësishëm për të vënë disa pika mbi i. Dakor, ti. Mendoj unë, ëh? Po. Ti tani ke fuqitë tua të gjithë 37 vjeç është në lulet e rinisëve. Dhe ti mund të luajnë edhe futboll në këtë moment, edhe 1-2 vjet. Jo më për politikë që mund të jesh sa të duhesh. Por jemi në një vend, jetojmë në një vend ku kufizimet janë i kemi përpara. Muret e rëndësishëm i kemi përpara. Dhe unë mendoj që tani nuk kemi në fushat me, ti duhet besh pak realist. Ja pse, tani them unë. Përpara ti ke një sistem që të godet ty. Sistemi që është ndërtuar. E vërtet. Si prishet këtë sistem? Digje? Se nuk prishet nga 2 partitë. Sali Berisha ka marrë ato që duhet, votova shkrimin e dikujt unë të një analistit një ori, cili thoshte Berisha fitojnë e humbëm. Ishtë gjatë, totalisht. Tani, Berisha ka fituar. Gjatë e veta që i duhen e gjithra, ma ka superfituar. Ju tani si e shëmni këtë murë të sistemit, si bje këtë.